Zonja dhe zotri, mirë se erdhët në zhurma Video Music Awards. Let filloj spektakli. Mirëmbrëma teleshikues të Radio Televizionit 21 dhe Zeko TV. Ja ku po takohemi në edicionin e 11 të zhurma Video Music Awards. Falenderojmë të gjithë të pranishmeve për dallim nga viti kaluar, të cilët ju pritan e tapeti në Kuq, sonte do të ju pres në skenë. Do të shoqëroni me mua Sasa. Dua që të mos i ndalin duar trokitjet për njërën ndër grupet më të mira, njërën ndër grupet më të pëlqyera nga gjitha moshat, të cilët performuan tani dhe njëkohësisht ishin dhe fituesit e vitit të kaluar Elita 5. Dhe kështu duhet të fillojmë eventin duke ftuar dhe mësafirin e parë për sonte, në të cilin do të ndoj një çmim në kategorinë Best New Artist, Female dhe Male. Ftojmë në skenë DJ Star. Mirëmbrëma gjithë juve sonte që jeni në Gjiljan, pikërisht në këtë event të madh, siç është Zhurma Show Awards. Një falënderim shumë i posaçëm do të jetë për Zekon që këtij veni sërish ka kthy nomin e madh para disa viteve. Nëse ka mundësi një duar trokitje shumë të madhe për Zekon. Në vazhdim, zbashku do t'i shohim dhe nominimet. Do t'i shohim nominimet për të dyjat kategori. Kategori, po. Best New Artist. I ndoqëm nominimet, të shohim se kujt i takon ky çmim në kategorinë Best New Artist Female do t'jetë Elsa Tjetër Nuk Ka. Ftojmë në skenë Elsën! Vetëm ti më meriton. Dita nuk kalon pa të pa e pa qenë. Mirëmbrëma gjithëve, ju përshëndes. Është hera e parë që marr pjesë në këtë eveniment dhe jam shumë e lumtur që mora këtë çmim. Desha të falenderoj familjen time, njëkohësisht Virusin për këngën, Urban Graphics për klipin e realizuar dhe Albonin nga Gjilani. Ju dëshiroj një mbrëmje të këndshme, faleminderit shumë. Faleminderit Elsa, urime për çmimin, të urojmë suksese të më të tjeshme. Ndërkohë që do vazhdojmë Best Male. Në fakt mua më takon të ndaj këtë çmim, po haj. Patjetër. Best New Artist Male është Skez Qysh Pelojna. Qysh pelona, qysh pëthunja bro, qa po bëna, nuk po mbritet mo, s'po dulona, s'kite mësu jo, o jo, Qysh pelona, qysh pëthunja bro, qa po bëna, nuk po mbritet mo, s'po dulona, s'kite mësu jo, o jo. Mirëmbrëma gjithëve, i falenderoj shumë Zhurma Show dhe jeni ma të mirët, Faleminderit urime për çmimin, DJ Star, faleminderit gjithashtu dhe për teje, të urojmë suksese të më të tjeshme. Ndërkohë që do vazhdojmë me rrjedhën me mysafirët e tjerë, të ftojmë një tjetër mysafirë për të ndarë një çmim në kategorinë e Best Balladës. Ajo është njëra që na bëri për veti me gjithë thjeshtësinë dhe ëmbëlsinë që ka. Njëkohësisht ka qenë dhe prezantuese në edicionin e fundit të Qelsit muzikor. Ftojmë në skenë Gresën. Përshëndetje gjithëve, mirëmbrëma. Është kënaqësi për mua që ta ndaj çmimin Best Ballad, sepse gjithë këngëtarët e dimë që përmes balladave përcjellin një emocion ndryshe nga këngët më ritmike. Andaj për ta përcjellë këtë emocion kërkohet edhe mjeshtri në videoklip, kështu që t'i ndjekim nominimet. Best Ballada. Best Ballad e fiton Shkumbeni Smajli dhe Poni. Ikim plot me mar, edhe po të dua unë, kjo zemër nuk ta fal. Na e presim me duar trokitje Shkumbinit. S'ka të ndalur, ikim plot me mar, edhe po të dua unë. Mirëmbrëma gjithëve, faleminderit për këtë vlerësim. Dua t'i falenderoj gjithë bashkëpunëtorët cilët punuan me mua për të sjellë këtë këngë. Mos harroj përshëndes gjithë fansat e mi të cilët më ndjekin gjithmonë dhe dua të përshëndes Ponin e cila nuk ishte mundësi të jetë të son me ne. Faleminderit shumë gjithë. Faleminderit.
për çmimin. Padyshim me gjithë ato këngë të bukura që ke, duhet edhe të shpërblesh. Gjithashtu, gjithë këngëtarët kanë këngë të bukura, konkurenca bën të veten, por ju uroj sukses të gjithë juve. Për të ndarë një tjetër çmim në kategorinë Best Interpret, ftoj një kolegë, Kaçusha Kamberi, për të ndarë çmimin Best Interpret. Shtove. Roma gjithve. Publiku në humor të mirë që në ka sonte. Duar trokiti për publikun. Fillimisht më lejoni t'ju komplimentoj të gjithëve, me të vërtet po dukeni bukur. Jo kjo një fjali e zakonshme dhe e thjesht, por me të vërtet po më kënaqet syri duke ju parë. Lejoni gjithashtu që një përshëndetje tjetër t'i adresoj edhe Zikos, i cili me këto evenimente, organizime, me të vërtet i ka dhënë një gjallëri qytetit tonë të bukur të Gjilanit, andaj u ftoj një duartrokitje më të madhe. Aq më tepër edhe për këtë rikthimin tim pas disa muajsh këtu në Zhurma Show dhe në skenë mund të them pas një pauze disa mujore, dhe arsyeja është e mrekullueshme sepse solla në jetë një vajzë të ëmbël me emrin Alea. Mos ta zgjasim më shumë, ju ftoj që të ndjekim nominimet në këtë kategori. Best Interpret. Dhe në këtë kategori fiton Neki Emra, pa ty. Gavoma jetën s'pa dritare po të plas. Fatë shkoja. Neki do ta ftoj në skenë me një kush që ta merr të bashkëshorten me vete. Qofse ka. E zemrë ngrirë pulso. Bashkëshorten, ku e ke bashkëshorten? Duhet të vish me bashkëshorten me vete. Unë jetoj. Urime për çmimin, urime të martesa njëkohësisht. Edhe kur ti shkon, more të rënda me gjatë. Faleminderit shumë për këtë çmim, po më jenë shumë mirë që mora pikërisht këtë çmim. Klipi ka një mesazh të jashtëzakonshëm për ata që nuk e kanë pa, ju kisha lutur që ta shikoni. Dua të them vetëm një fjalë para se t'i falenderoj të tjerët, t'i respektojmë vajzat, femrat dhe nënat tona sa më shumë që mundemi. Nikosisht mos harroj, Asha ka realizu klipin, Florent Boshnjaku bashk autori këngës dhe shkëmbim Tafilaj i tekstit. Faleminderit shumë, faleminderit Zhurma Show, Ziko TV, faleminderit. Urime Neki për çmimin, për Best Performance do të ftojmë një tjetër mysafir. Ai është organizator dhe menaxher i shumë këngëtarëve për diasporë. Gjithashtu është edhe sponsor i art i spektaklit. Ftoj në skenë Ilir Balia. Emocionet janë të pranishme, gjithandej. Deri sot të vjen Iliri, dua të bëj një përshëndetje për Nagipin, që po e shoh atje. Bashkëpunëtori jemi shumë vjeçar. Mirëmbrëma. Porta mikrofonin, edhe kisha lutë më ardh në skenë, se nuk e di pse po rrini atje si më nejtë dera. Mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit shumë për ftesën dhe shpresoj që më i mirë ta marrë çmimin. Ti ndjekim nominimet. Best Performance. Kujt i takon ky çmim? Ta-ta-ta-tan. Kujt tjetër përveç se Qiljetës Zanojzit. Gentiletta e Noizit, ku tregohet Ramo Noizi. Ju faleminderit për çmimin, ka qenë një punë jashtëzakonisht shumë e gjatë. Faj ka qenë Qiljetës jo imi. Po gjithsesi më arritëm sukses, mendoj që bëm paktën ju afrojmë atij qëllimi që patëm. Kaq, faleminderit Ziko TV për vlerësimin Qiljeta. Mirëmbrëma gjithëve, në fakt i më lodhur shumë për këtë klip. Unë do doja të falenderoja Max Production, Bet Kalivaçin në veçanti që ka qenë regjizori, dhe veten time edhe Noizin, sepse i më lodhur shumë për këtë klip. Faleminderit Ziko Televizion, faleminderit shumë. Urime për çmimin Noizi dhe Qiljeta, me të vërtetë ishte një videoklip si më qenë një pjesë e filmit të shkurtër, ju përgëzoj.
Ndërkohë për të ndarë çmimin Best Rock, kujt tjetër i takon përveç anëtarit të grupit Trix, Veli Sahiti. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, ju përshëndes dhe njëherit Ziko TV-n për respektin e bërë. Prandaj, zot kisha të flasë shumë, po kalojmë në nominime. Ti ndjekim nominimet. Best Rock. Unë do të kisha të them për një njansë Rosella Gjylbegu dhe Vullnet Ibrahimi. Brava të gjithëve, më duhet ta filloj ndryshe sepse ndjem i privilegjuar që të çmim mora nga një personalitet kaq i rëndësishëm siç është këngëtari Veli Sahiti. Tek po shija këngët e nominuara u habita sepse pash edhe dy këngë të tjera të cilat janë këngë që unë i kam shkruar dhe kompozuar në bashkëpunim me këngëtarë të tjerë. Kështu që në dy raste do ndjeshëm mirë. Si do që të ndajshte ky çmim, por gjithsesi më vjen mirë që kënga Jam aty u vlerësua. Në bashkëpunim me mikën time Rosella Gjylbegu, e cila nuk është këtu, kështu që falënderimi shkon vendin të saj. Faleminderit Ziko TV. Urime për çmimin. Për të ndarë një tjetër çmim në kategorinë Best Pop, do të ftoj në skenë fitues të një kategorie në edicionin e kaluar, e ata janë Babo Darabuka. Mama, mirë se erdhët. Mirëmbrëma të gjithëve, shpresoj që jeni duke kaluar mirë gjithë. Njehim nominimet për Best Pop. Best Pop. Fituesi është Elvana Gjatë. Me qenë se Elvana nuk është prezente këtu, atër çmimin e marrim na. Çmimi është për ju, faleminderit shumë. Faleminderit, urojmë Elvanën edhe pse s'është këtu. Për të ndarë një tjetër çmim në kategorinë Best Dance, do të ftoj dy mysafirë të tjerë. Njëri është kapiteni i klubit futbollistik Gjilani, kurse tjetri është kapiten i klubit futbollistik Drita. Ftoj në skenë Albani Seni dhe Artan Latifi. Hajde. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirëmbrëma gjithëve. Ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Veç siç po duket Alban, nuk është sikur na me dal me lut para 8000 vetëve edhe me dal këtu me dhoni çmim, a? Pak më ndryshe. Të ndjekim nominimet. Best Dance. Best Dance. Fitues i kësaj mbrëmje është Adrian Gaxha. Faleminderit treve. Shumë faleminderit stafit të Zhurma Show që na dhan vlerësimin e këtij çmimi të bukur. Ju uroj të keni një natë bukur edhe ne gjithë. Faleminderit. Urime për çmimin Adrian. Para se të ftoj mysafirë tjerë për të ndarë një çmim në Best R&B, dua një duar trokitje sepse sapo e pash Enver Idrizin. Ti uroj mirë se ardhi, që ka ardhur prej Gjermanisë për të na ndëruar në këtë eveniment. Duhet të ftoj 3 djelmosha të rrezikshëm, shumë simpatik. Veç se po e dini për kënë e kom fjallën, u bën gati edhe që unë jo se kom fjallën për ju. Ftoj në skenë, Visari, Meti Meritoni, nga Radio Televizioni 21. Pa.
s'ka shumë disa. S'kena po më të. Po ani ju të tretë, s'moj me të tretë, ka dalë, meren. A ki qatë numrin, alo? Përshëndetje këtë juve, e mërë pas ka arë. Fillimisht ja nisëm me përshëndetje, e përshëndes taksistin që na ka pru din Gjilans, na ka morë pore. Përshëndeta, a ka me përshëndeta? Po përshëndes, unë e këshin të mnitin që ma kam drejt që të kravat. Ta ka lidha, dhe unë për përshëndes. Okej, unë i përshëndes këtë ata fond sa të mitë që më bojnë klikime pi arabise, pi kamosi. Nej, se i blej, po më s'fal një. Po, blo, a ke lezu regulore në blo. A ke lezu. Ja, din që këta tëmë verën kam posë më romi, ja din sa porën e kam bo. Ku e nojë, zë një 3.000 euro përç, dhej për një një ovë. A? U kry. Okej, shkoj me nominimet. Best R&B. Hajde, kush? Qake. Recet i cekës. Jes, është. Best R&B. Kush është? Janë Bezeshkan. Herë bjënd, herë zeshkan, herë zi që atu po. Haj me data. Së do orë pa afronën, blerë fëtë onat, jo. Në forcën do të uaj, se për ty jem një i huaj sot. Dhe pse ishe, sot s'jema jo. Në të tesh e pënduar, se më ty e lënduar po. Do të më kërkosh që të të foli. Mirëmbrëma gjithë. Faleminderit shumë gjem. Pritet gjatë për nga po? Faleminderit Ziko TV, faleminderit Zikos. Në ky çmim, pa diskutim, faleminderit shumë Lërzinë, po i shkon e kom një fanë se që i kom më të mirë në votë, ajo qika e me, kështu që kjo për tarën. Faleminderit. Për të ndarë tjetër çmim në kategorinë Best Hip Hop, se mjaft me djemë në skenë, do të ftojmë dy vajza shumë të bukura. Njëra ka qenë Miss Miss Kosova, kurse tjetra këngëtare, Arbrona Demaj dhe Dafina Dahuti. Brama, jau, Përshëndet e Valunën se pja një zonë dikon. Mirëmbrëma dhe mirë të keni ardhur. Atëherë unë desha ta përgëzoj Ziko TV-n për këtë mbrëmje të mrekullueshme, për gjithë këtë mund, gjithë këtë sakrificë që ne gjithë artistë sonte më të vërtet po ndihemi si yja, apo jo? Atëherë shohim nominimet. Best Hip Hop. Dhe edhe një herë në skenë. Noisy! I faleminderit. S'kam që me thonë tjetër, puna të regon vetë në vetë. Kjo ditë e kohë gjitha ty në trive, faktikisht se rëpistat kam pak të komplekse. Ta dini që nëse punoni fort, i arrijet gjithë shkaje, kështu që unë nuk jam dalë kurrë, edhe pse muzikë po e çdo ditë gati, normalisht falë Zotit se ma ka dhënë mundësinë, kem studion time, por që nëse punoni çdo ditë, pa keq kuptime, kjo është për gjithë ato artistet të ri të arrini diku. Ju dua, i faleminderit gjithëve. Gjyste po dukesh si sultanesh. Përgëzoj për duke. Pas pak do jesh në ske. Për të ndarë një tjetër çmim, po para se të ftojmë mysafirët për të ndarë çmimin e kategorisë Best Duo Group, ja bëjmë dije Fjollës, Seksi Fjollës të bëhet gati për performancën e saj, kurse tani ka ardhur rradha të ftojnë në skenë Diedonin dhe Gjensilin, pjesëmarrës dhe finalist e edicionit të fundit të Big Brother Albania. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma, jeste edhe. Përpara se të ndjekim nominimet, unë do doja të falenderoja pafund organizatorët për këtë ftesë dhe ndjehem vërtet e lumtur që rikthehem në Kosovë, në këtë publik kaq të bukur dhe në këta njerëz kaq mikpritës. Faleminderit. Unë du më përshëndet dhe falendëru qytetin e Gilanit për mikpritjen, Ziko TV për mbështetjen, edhe vlerësimin që e për artistat e Mirfield, edhe mundësin që e për artistave të ri. Të ndjekim nominimet. Best Duo. Ky moment ishte shumë pikant dhe kishte emocione negative.
Ndërsa në këto momente është një emocion shumë i bukur, ndaj me kënaqësi, Bes Dua e merr Mozik and Kida. Faleminderit mas pari Gjilanit për respektin për sonte, faleminderit Ziko TV-s, faleminderit juve kete, unë kisha thonë, kjo i takon këtë njerëve që më kam përkra, edhe pse i kom bestan në djetë, faleminderit skuadrës të Amon Records, faleminderit keve që kam punu rreth klipit, edhe në fund e përshëndes nanën edhe babën edhe i thëmë që unë e kryta fakultetin, masi se kom kry shkollën e kom kry me sta. Faleminderit shumë. Roma. Sonte me qenë sa është fes nuk do e shoja kryetarin e Gjilanit që s'ka ardhë. Jo, po s'ban se ju e dini që unë kur nuk shoja Severin, s'pe shoj që s'pëna animon kur kjo Ministria e A Kulturës. A e këni po as ndihmon muzikën, as ndihmon teatrin, as krejt janë foqja zezë. Bilish ko mirë me bona një Ministri detit, pëse s'kem heq me jamar tynë në Shqipëri. Neroni kër e ka kollë Romen, e ka pyt këshilltarin e vet, i ka thoa, kum bo mirë që kum kolla, i ka thoa shumë mirë, veç populli Romës nuk ka me ta falë kur që ja ke kollë shpirtin, zemrën, edhe kulturën, edhe librat. Qeveritarve tonë, të mbas luftës, nuk kanë mja falë artistat tonë, muzikantat, rinia jonë, që na kanë kollë çdo gjë që quhet kulturë. Dhe për ta përcaktu nivelin kulturor të një populli, shikoni në çfarë gjendje janë vorrezat edhe teatrët tona. Ne jemi i vetmi vend që s'kemi sallë të koncerteve. Prandaj që mos më lodh shumë kështu e duke falenderu Ziko TV që ka bë këtë manifestim kaq madhështor, une desha me tha arsyeja pse jemi vonu sonte pak në shfaqje është artistat të Shqipërisë na kanë kthy borxhin. Se ne jemi dy Shqipëri bashkë në një. Do me thonë Shqipëri e quj këtë Shqipëri nën ish Jugosllavi, të gjithë shqiptarët që kemi qenë nën ish Jugosllavi jemi gjysma e Shqipërisë dhe gjysma ma tonë. Me qenë se Isa Buletini është vonu edhe ka ardhur me vonesë në Vlorë, në shpalljen e pavarësisë edhe këta janë vonu sonte thanë hajt javë kthejna borxhin. Falënderit shumë, e une po eftoj një mikesh time që do doj çmimet me mu, është shumë e bukur, ju garantoj me pas në flamur gjatë luftës dhe në Beogradi shumë hima sajna. Ashtë Besa Gashi. Këm pas thonë luftë tyne të Shqipërisë mi avqit në flamur leku në morrin Greqinë, neve femnat e bukra e morrin Beogradin. Hajde Besë. Mbrëma të gjithve, ju përshëndes të gjithve. I përshëndes të gjithve, po dukeni shumë bukur. Qëraj, katunore atje, konusën për Suedis. Meda, po. Meda dhe, katunora, e ka morë nusën prej Suedis, e tash po paracitet kështë moderna. Unë, Bes, a di pse e morë sonte pa nuse? Së dhe shkur të pejzar pa burë sonte. Që që a ja krisim. Ja krisim, di shofim. A di so kush kësh pos qev me morë në tu e mërgju në gjëk s'tam në sonte. Hajde, atere i shojmë nominime. I shofim nominime. Best Female. Atere, juria ka vendos unë për vetën time me pas vetja, kësha dhonë qësoj bane pa mu se qështu shpesh grusja baj. Prej note, mi akup zemrën. Atere Besa? Laura Toska. Ade Laura?
Laura kur në ka të s'ko më marrë se të kje honë, Laura. Tra shumë pak. Mirëmbrëma të gjithëve, ju përshëndes. Faleminderit për çmimin. Kisha dosht me falenderu OTR Records, Noizen, DJ Boomin, edhe familjen tem. Kalofshit mirë. Respekt dhe suksese. E kemi më duket veç për shkak të bukurisë të besës ne kanë dhënë 2 kategori, atëherë shkojmë prapë te nominimet. Best Male. Ndërsa në Best Male është Gaso. Kejtë furja shumë e mujtë mu afru edhe pak unë e ty me t'bo për veti Reni o gatë dhe nota e gom du t'me t'njek në kryt followersi Unë e poshku t'i hin e mena stili jo t'pamja jo te pa memla Jo veqëm po ke klubin si ty po dojnë me t'po DJ Faja, unë bom unë një shumë haja Mirëmbrëma gjithëve, besoj qeni t'u kalu mirë Falenderit Zeko për çmimin, falenderit publikit, falenderit që kiqit për muzikën që ka bo Po du me falenderu një person që nështë i pandimën e saj sonde si shakonisht mesin e ju Big Mama, falenderit në nështë Falenderit edhe njerë. Ziko, dëshiroj veç një diçka t'ja u them artistav nga Shqipëria ma thonë. Ne shqiptarët në keton kufirit jemi arrestu e kemi vujt burg vetëm pse kemi dëgju Radio Tiranën dhe kemi shiku televizionin shqiptar. Na dha Zoti që sonte Ziko na bashkoi gjithve, rënoft kombi shqiptar dhe rënoft Shqipëria vogël edhe e madhe, a dyat. Falenderit. Ziko, falenderit. Faleminderit edhe për juve. Vazhdojmë me kategorinë e radhës. Do ftojmë në fakt 2 mysafirë të tjerë për të ndarë çmimet në kategorinë e muzikës popullore. Është drejtoresha e botës sot Dafina Xhemaj dhe gazetari i showbizit në bota sot Maksim Gjokaj. Mirëmbrëma. Keni na që unë kam drejtoreshën më të bukur? Okej, ndjekim, vërtet është. Ndjekim nominimet. Çmimi popullore. Të shohim se ku shkon. Fakt në fillim është çmimi popullor për artistin mashkull. Fakt si gazetë kombëtare dhe popullore duhet të ndajmë këtë çmim apo jo Dafina? Jetën çmimi takon Shkurt dhe Naxhie Feza për ty motër. Dashuria për ty motër asnjëherë sa se një dorë në djetë dyja të ka përku. Në unë gjestë nalës motër dy të kam kur me ty qaj halin ma e lutur jam. Kush ka motra botën në kap, por kush ka Shkurt e Fezën, na bën ende më shumë të ndjehemi që jemi shqiptarë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Përshëndetje të gjithëve. Jam shumë e kënaqur për këtë vlerësim. Edhe pse shumë vite në skenë, megjithatë vlerësimet e tilla të bëjnë me uni mirë, bëjnë ende me ushtimi për të vazhduar edhe matutje me këngë të bukura. Faleminderit shumë. Përshëndetje gjithëve. Ishte kënaqësi, privilegj për mua që të bashkëpunoj bashkë me motrën time për Shkurt e Fezën. E falenderoj edhe Zikon për këtë çmim. Është bukur kur vlerësohet puna jote. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju këndov zemra, na sillni hite, ne mi presim, mi vlerësojmë. Tani është radha Dafina, më fal që të shkel fustarin e bukur, si gjithmonë unë, çmimi popullor për artistët meshkuj. Kush tjetër përveç se i madhi Mahmut Ferrati. Urime. Çmimi për ty, statuja dhe çfarë të duash më thuash. Faleminderit shumë. Ju përshëndes të gjithëve. Spari përshëndes ata që ma dhanë çmimin, Ziko, Zhurma Show, përshëndesim Eduard Trokitjen, përshëndes të gjithë ata bashkëpunëtorët e mi që kemi punuar për këtë këngë,
është Raman Kryeziu nga Shkupi, Vizioni Libonia, si dhe MC Beka është Freskia e këngës që duhet të përshëndes. Faleminderit shumë. Faleminderit, urime. Urojmë për çmimet Bilbylat e muzikës popullore, dorë trokitje. Për të ndarë çmimin e internetit, kujt tjetër për më shumë i takon përveç se djelmoshave të faqes së showbizit shqiptar. Jetë mirë Agaj dhe Miri. Këtu nuk kemi nominime, vetëm do të shpallet fituesi. Përshëndetje të gjithëve. Falenderojmë Ziko TV për vlerësimin që ndajmë çmimin e internetit. Si rrjeti më i madh Facebook. Çmimi i internetit shkon për modën dhe Rivula dhe Era i Spet. Pasi Ledri dhe Eras ndodhen këtu, çmimin e merr showbizit shqiptar. Faleminderit. Dua të ftoj dy mysafirë të tjerë për të ndarë dy çmimet e tjera. Dua të ftoj Edona Memini për të ndarë çmimin e Ziko TV-s dhe gjithashtu dua të ftoj Valerin për të ndarë çmimin e Best Couple. Mirëmbrëma të gjithëve. Unë në këto momente dua trokitje shumë të mëdha, sepse po shoh se po rrini shumë urt. Besoj që ju keni qenë artista, domethënë në fillimet tuaja keni qenë dhe keni kërkuar shumë duar trokitje. Tani që jeni bërë të njohur, tani nuk duar trokisni, a? Apo harrova? Për të rëmbyer duar trokitje duhet bëjmë disa gjëra. Mlyr zhvishem. Të zhvishem e dorë. Mos, Valer. Ti nxjerr të gjitha. Ose ka dhe truke tjera. Do bëjmë një ndërhyrje kirurgjikale që të bëjmë sa më për të pasur duar trokitje. Të nojmë këngë ta pip, më pip, duar trokitje lutem. Të duar trokasësh është vlerë, është respekt, edhe është vlerë për gjithë secilin për jush, jo vetëm për ne. Të bëhemi shumë serioz, sepse ky moment është një moment shumë kulminant dhe serioz gjithashtu. Atëherë do fillosh ti e para. Okej, spari unë kam një fjalem sonte për herë të parë kum përgatit fjalem. Valer, shpresoj që më fal 2 minuta. Gjithë e dini se zakonisht unë nuk e zgjas shumë. Gjithë e dini shprehjen tonë që nëse një herë je zhurmagji, mbetesh gjithmonë zhurmagji. Gjithë e dini edhe më të rëndësishmën që na zhurmagjinjt jemi një familje e madhe. E familjes tonë të madhe i rrim besnik shumë për juve që jeni këtu, e që s'keni probleme me rendin ku ja kemi caktu mull, s'keni komplekse me qitë kushte për çmime ose zveni, s'lypni me ju jek shpenzimet, s'jeni egoist mos me duar trokit kur të tjerët fiton çmim, e shumë sene tjera. Familjes tonë gjdo veti shtohen antar, që falë atyne ne kemi mundësi me mbajt këtë spektakl modest e me ju nderu juve që e meritoni jeni ose s'jeni të praneshëm në salë. Por ka persona që familja jonë sonte nuk i ka të praneshëm këto. Shumica me vetë dëshirë, përveç njërit që e ka pas me shumë qef me qenë mesin tonë dhe ka kontribu deri në momentin e fundit jetës ti, që sonte të gjithë një me festu e me u knaqë mbi të gjitha. Ju kisha lutë. Spaku një duar trokitja nga ana juj për të gjithë sponsorët e kësaj ngjarje, duke përfshi edhe komunën e Gjilanit. Por mas shumë të duar trokitje për sponsorin tonë general, Arbrin nga mbanja e Klokotit, që jam shumë e sigur që sonte për në ndjek nga lartë. Nuk e thash kot që nëse një herje zhurmagji do mbeshte gjithmonë zhurmagjim. Arbër shpresoj që po të pëlqen që ka kemi pregadit me ndihmën tonë dhe më të madhe dhe jemi shumë falenderus që ke besu në projektin tonë. U pref shumë paqe. Atëherë zonja dhe zotrin, çmimi që do ndajmë në këto momente është çmimi i Ziko TV. Edhe për çmimin Ziko TV këtë çmim e jep Edona. Laura Toska.
Faleminderit shumë Zikos TV. Më falenderoj gjithëve prapë. Çmimi special dhe prapë e dona këtë çmim. Covid Clip featuring Duda dhe BJ News çka po ndodh. Faleminderit shumë, po dokni shumë mirë krejt sonte. Mirë se keni ardhur në Gilanin e Gilanxhive. Faleminderit për çmimin, keni përshëndetje prej Dudës edhe Gollëxhi që sonte nuk kanë ujtë më konë prezant. Faleminderit shumë. E tash është ai momenti. Edhe unë duhet me ikë, se s'bëtëzoj me najtë. Ti do rish këtu. Ziko TV me organizimin Zhurma Show Awards, një traditë shumë vjeçare, ka vendosur themelet e artit dhe kulturës dhe organizimeve të eventeve të mëdha në Kosovë e unë do thoja në gjithë Shqipërinë. Unë jam shumë i nderuar që ndodhem sonte këtu në mesin e shumë artistëve shumë të mirë dhe ata që kanë bërë më së shumti zhurmë. Që secili prej jush ka bërë më së shumti zhurmë dhe e meritoni të jeni këtë eveniment të rëndësishëm dhe gjithë së bashku bëjmë atë specialin e madhe të organizimit të një eventi, pa ndihmën tuaj normalisht që asgjë nuk shkon më së miri. Jeni ju, pa jemi ne, jemi gjithë së bashku, apo jo? Po dukeni shumë bukur gjithë, edhe është një moment shumë i veçantë. Të gjithë jeni të nominuar, sepse në këtë moment të rëndësishëm secilin nga ata pikërisht në tapet kuq, të gjithë jeni të nominuar për këtë çmim. Është çmimi ndoshta nga çmimet më të rëndësishme që ka njeriu në jetë përveç arritjeve të tjera të mëdha. Çifti më i mirë. Kush është çifti më i mirë? Unë marr përsipër në këtë momente pa pyetur Redonën, marr përgjegjësinë e gjithëve, si gjithmonë që nuk pyes për rregullat dhe për gjëra, siç e kam zakon, dhe do ndaj çmimin çifti më i mirë. Po tani tradita duhet vazhdoj me më të mirë se vjet kishim Gjyste dhe Sokol Ulaj që kanë merituar. Dhe shembuj të mirë artistësh të cilët nuk ndahen e bashkohen 500 herë, po kemi plot. Po shembull i mirë siç janë Gjyste dhe Sokol Ulaj që me të vërtetë kanë merituar çmimin, kemi edhe të tjerë. Por unë dua të zgjedh një çift shumë i madh, shumë i rëndësishëm. Janë çifti me vlera që meritojnë çmimin, me të vërtetë çmimin çifti më i mirë. Kisha dashur më u thonë që ose flisni tani ose heshni për gjithmonë. Unë edhe Valeri kena vendosur çiftin më mirë me ja dhënë Zikos edhe drejtoreshës. Ziko, hajde në skenë, hajde. Po i presim skenë me dalë me marrë çmimin e çiftit më të mirë. Nuk shojmë pa. Ne nuk ikim nga këtu. Oh, bravo! Duar Turqita të vazhdoj shumë. Shumë urime për çmimin. Jam shumë i nderuar që ndaj edhe këtë çmim një çift i kaq të mirë sa ju. Shumë urime zoti me mitin. Bravo! Kjo për në me ishte një befasi e papritur, a? Edhe befasirat e paprita kër janë kështu të këndshme janë të mirë se ardhura. Për mu e gjithë çifte që kanë qenë këtu e ndojnë këtë çmim me neve. Gjithë. Faleminderit për prezencën. Faleminderit gjithëve. Gjithë po dukeni bukur. Faleminderit shumë që keni marrë mundin me ardhur deri këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për çmimin. Me të vërtetë ishte befasi që se disha e dona ka me pësu ma vonë, veç nëse. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shumë urime, urojmë të kemi shembuj të tillë mirësie dhe vlera gjithmonë. Dhe momenti është për
Momenti është se arsyeja pse e meritojnë përveç punës edhe kontributit madh që kanë dhënë, i kanë bë si vjet 25 vjet martesë edhe 25 vjet karrierë. Faleminderit shumë, kaq kishte prej meje dhe Valerit, presim Sasën me dalë në skenë. Për të ndarë një tjetër çmim, do të ftojnë në skenë një nga komuna e Gjilanit, në fund ju erdhë radha dhe zyrtarëve. Do të ftojmë nën kryetarin e komunës së Gjilanit, zoti Recep Kadriu. Edhe pse kryetari na dërgoi një mesazh, kërkoj falje për mos praninë e tij sonte. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Kryetari është tut që Milaimi do me shoh sonte, për ato nuk është përcaktuar. Të ndëruar zonja, zonjusha, të ndëruar artist, mirë se keni ardhur sonte në Gjilan. Gjilani sonte njihet mirë me prezencën tuaj, mirë po gjithë kjo prezencë juaj nuk do të ishte e mundur pa kontributin e Ziko kompanisë. Kështu që vëmendja e ardashësve, vëmendja e kulturës po kthehet edhe nga Ana Morava, nga Gjilani. Atëherë komuna e Gjilanit po bën përpjekje maksimale që t'ju dalë në ndihmë për gjitha spektaklet e mundshme që organizohen në Gjilan, t'i ndihmojmë këto aktivitete. Atëherë të ju uroj një natë të mirë në Gjilan. I lindur në Shkup nga prindërit e përndjekur nga Kosova për arsye politike, në moshën 15 vjeçare, filloi karrierën si sportist profesional dhe menjëherë fitoi titullin e kampionit të Jugosllavisë në karate, duke përfaqësuar Maqedoninë. Pas pak kohe u transferua në Bosni, ku qëndroi deri në vitet e 90-ta, ku gjatë kësaj kohe 15 herë me radhë fitoi titullin e kampionit të Jugosllavisë në të gjitha kategoritë. Më pas u transferua në Kroaci, ku dha arriti kulmin e suksesit në sportin që bënte. Në vitin 1992, nën kampion i karates në Evropë. Në 1993, shpallet fituesi i kampionatit të Evropës, të njëjtin titull e fiton edhe në vitin 1995. Idrizi takes the gold. Po në të njëjtin vit, ai shpallet kampion i botës në karate me flamurin kroat, por asnjëherë duke mos humbur origjinën e tij shqiptare. Gjatë kohës sa përfaqësoi Kroacinë, për një 10 vjeçar ka qenë karatisti më i mirë në botë dhe zgjedhur si karatisti më i mirë i gjitha kohërave. Gjatë viteve të arta të karrierës, ai është takuar me personalitetet më me zë vendore e ndërkombëtare, ka marrë medalje dhe mirënjohje nga më të ndryshmet. Ka luajtur dhe në filma hollywoodian për krah aktorëve më me famë botërore. Por mbi të gjitha është dhe shumë human, sidomos gjatë luftrave të fundit në Ballkan, ku ka strehuar dhe ndihmuar mijëra refugjat shqiptar. Në vitin 2001, ai i solli Kosovës medaljen e parë të artë në nivel botëror. Pasi shkoi për të jetuar në Gjermani, ai në mënyra të ndryshme ka kontribuar për të mbajtur gjallë kulturën dhe traditën kombëtare për shqiptarët e diasporës, aktivitet ky që vazhdon. Enver Idrizi është ndër shqiptarët që padyshim e meriton të futet ndër më të shuarit jo vetëm të periudhës tonë. Enver Idrizi! Urime, faleminderit. Ju falenderit gjithve, kom derin që më në mesën juve. Unë e marrë piloqisht në Hollywood, në për thera, në për lufta, buke qaj. Po këm qeni lumëtër që ku këm shku, e këm pasë emnin Enver Idrizi edhe së këm drua që i shkrojnë të emni tem. Ku marrë shumë medalë, atër e s'kanë qenë as internetet, as Facebookat, se qëta është vetëm që këshku me pi një kafe, me në edhin që i edalë në Gjilan ose dëku. Për ne s'ka pas shumë informata, me të vërdet këna marrë shumë rezultate dhe kena qenë të lumëtër. Unë kom qenë i lumëtër jo për rezultatet e mija, po kom qenë i lumëtër që kom qenë në punim plot 35 vjetë për ardhmërinë e shqiptarëve tonë dhe Kosovës teme dhe Shqipërisë madhe. Kjo medalje për mua është me të vërtet medalja ndër medaljet më të mëdha në histori.
Medalja e parë jeme ka qenë më e madhe pavarësia Kosovës. Çlirimi i gjithë shqiptarëve ku janë troje, edhe inshallah di me mbajt Kosovën e pavarur. Faleminderit. Faleminderit. Urime për çmimin e merituar Enver. Falenderojmë të zotërin Recep Kadriu për praninë dhe për gjithë mbështetjen që na dha komuna e Gjilanit sonte. Për të ndarë një tjetër çmim, një nga 3 kategoritë kryesore. Best Album. Do të ftojmë në skenë një tjetër këngëtare. Ajo është Gjystë Vulaj. Mi mbrëma të gjithëve prezent, mi mbrëma Gjilanit, mi mbrëma të gjithë atyre që po na ndjekin në këtë momente. Mi përshëndetje shkon për televizionet tona që po transmetojnë direkt, po ashtu normalisht për zhurma Video Music Awards. Ndaj çmimin për Best Album, të gjithë e dim kolegë të dashur se sa vështirë është të bëni këngë dhe një videoklip, sa përgjegjësi e madhe, e jo të bësh një album. Ndjekim nominimet. Best Album. Kënaqësi e madhe është për një kolegë i cili punon shumë. Hajde Meda. Për adhuruesit e Medës. Falenderoj shumë, gjithë është nëtësi që marrë këtë çmim prej teje, mirë po falenderoj jurin, ju falenderit shumë. Juris në veçanti, unë kam dëshirë të falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi. Ka dyshim që e falenderoj producentin tim, zotëri Emre Shtaqin, Emra Komi, cili gjithmonë është për kujdes për mu, për këngët e mia. Dhe për albumin e fundit i përshëndes dhe i falenderoj përzemërsisht gjithë ata që kam bashkëpunu me mu. Një pjesë e albumit është realizuar në Shqipëri, te Alban Fortuna, e falenderoj përzemërsisht për mënyrën e tij, por edhe një pjesë tjetër që është bërë në Maqedoni, kam derin të punoj me to dhe të bashkëpunoj, është i madhe Virusi. Është kënaqësi e madhe jo vetëm për mua, por për gjithë ata që punojnë në atë studio, e di vetën shumë mirë, shumë komod dhe është kënaqësi. Faleminderit shumë, nikosisht falenderoj edhe familjen time dhe gjithë ata që më kanë ndihmuar deri tash. Faleminderit shumë, respekt. Kështu dal nga dal po vijmë edhe të çmimet kryesore. Jemi te çmimi i parafundit i cili do të ndohet sonte nga Trizonja, nga Fjolla, Violeta dhe Vjollca. Ftojmë në skenë për të ndarë çmimin Best Song. Vjolla në karën bërtika. Mirë mbrama. Bojmi kuqezi. Shkojme nominimet. Best Song. Faleminderit për çmimin shumë. Na pe morëm. Se po dukem fort sonte. Shkojmë me Best Song Adrian Goqë! Faleminderit shumë, nuk e prit as pak këtë çmim, sidomos pas çmimit të parë. Normale, po sidoqoftë, te shumë konkurrencë ndërmjet krejt këto hite që ndëgjuat tani në nominim është për një sen i madh edhe lirisht më thonë që këtë çmim e kisha nda me krejt ato hite që i pat aty në nominim. Faleminderit shumë edhe njerë për vlerësimin të Zhurma Show, faleminderit për forcat nga Intermedia që e kanë dhënë maksimumin e vetë për këtë video, por para gjithave normal kënga e ka bot vetën. Faleminderit shumë edhe një. Faleminderit për vlerësimin.
mikrofonin. Urime për çmimin e Best Song. Ndërkohë, ftoj për të ndarë çmimin e fundit, Best Video, mysafirët e cilët fituan edicionin e fundit të Zhurma Video Music Awards, Elita 5. Mirë mama, ju përshëndes të gjitha në emër të grupit Elita 5. Une nuk pata fatin që ta kem në krah një bukuroshe si që pat Milejm Zeka. Bile edhe të grupit nuk pranuan që të dalin në skenë me mua, më lanë vetë. Dhe ndjehem shumë mirë që e ndaj çmimin kryesor sonte në Zhurma Show. I shohim nominimet. Best Video. Dhe më vjen shumë mirë që Best Video do t'ja ndaj një artisti shumë të dashur të gjithë publikus në gjithë troje shqiptare dhe një dueti të shkëlqyer që kanë bërë një këngë të mrekullueshme. Fitues janë Noizi dhe Çilieta.